Apo rrezikohet Kosova nga virusi Nipah, i cili po alarmon botën? Virusi i njohur si Nipah, i cili së fundmi ka shkaktuar shqetësime në Indi, nuk paraqet rrezik për Kosovën dhe Shqipërinë, kanë bërë të ditur ekspertët e shëndetësisë. Mjeku kosovar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike Naser Ramadani ka sqaruar se rreziku nga ky virus në Evropë përfshir këtu Kosovën dhe Shqipërinë është shumë i ulët. Sipas tij, arsyeja kryesore lidhet me mungesën e specieve të lakureshve që e transmetojnë këtë virus në këto vende të botës. Nipah është një virus që transmetohet nga kafshët tek njerëzit. Burimi kryesor i infeksionit janë lakurishët e frutave, specie të cilat nuk jetojnë në Kosovë dhe Shqipëri, ka shkruar Ramadani. Ai ka theksuar se lakurishët që gjenden në Kosovë dhe Shqipëri i përkasin llojit hunpatkua i vogël, të cilët janë insektivor dhe ushqehen kryesisht me insekte dhe moluskë të vegjël duke mos konsumuar fruta. Ramadani ka apeluar për qetësi dhe informim të saktë, duke shtuar se autoritetet shëndetësore janë vazhdimisht në monitorim të situatës globale, por aktualisht nuk ka arsye për alarm në vendin tonë.